Flamurtari luan të dielën në Vlorë në orën 15 ndeshjen e jetës. Kuqezin do të udhëtojnë drejt Vorës për të marrë një fitore, pasi ajo vetëm ju bën punë për të arritur objektivin madhor, që është ngjitja direkt në Super League. Në të kundërt, do të duhet që të vuanin ndeshjet e play-offit. Megjithatë, skuadra këtë të shtuni ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve për ndeshjen e cila do të startojë në orën 15 dhe do të luhet në stadiumin e Vorës ditën e diel. Ekipi duket se do të ketë mungesa, megjithatë është i karikuar për të bërë më të mirë në këtë ndeshje, pasi futbollistët e dinë rëndësinë e saj. Një fitore ndaj Vorës do të thotë automatikisht në Super League, ndërsa një barazim do të ishte një vetvrasje për flamurtarin që do duhej më pas që ta kërkonte elitën nga ndeshjet e play-offit. Pamjet që po ndiqnin në ekran sillin momente nga seanca e fundit stërvitore e flamurtarit, ashtu si kundër duket një angazhim i konsiderueshëm i stafit teknik dhe futbollistëve për të bërë më të mirën. Pasi kjo ndeshje është finale dhe ku luhet gjithë sezoni, skuadra po stërvitet qetësisht dhe larg presionit, ndërsa seancat janë zhvendosur gjatë paraditës në fushën sportive të pyllit të sodës. Vlonjatët kanë marrë një goditje të papritur, pasi në Vorë do të jenë pa kapitenin Denis Pjeshka. Shkodrani ka pësuar tërheqje dhe nuk është stërvitur. Gjithashtu sezoni mund të quhet i mbyllur edhe për Bruno Telushin, Albiallën, Stivi Frashin dhe Valentino Muratajn, për shkak se ende nuk janë rikuperuar nga dëmtimi. Por për këtë ndeshje rikthehet sulmuesi MMA, që shleu dënimin nga kartonët. Skuadra është në eshtje shtypi dhe trajneri Artim Pollozhani nuk do të flasë deri pasi të përfundojë ndeshja me Vorën. Duket se drejt Vorës flamurtari do të ketë në mbështetje edhe tifozët, të cilët do të udhëtojnë me automjetet e tyre private për të mbështetur skuadrën në këtë moment deciziv, ku kërkohet vetëm fitoria për të kapur matematikisht direkt Superligën.